shikues të dashur, rikthyem për të zhvilluar edhe lojtë në male andet që i kemi, po sigurisht do të fillojmë me quizin. Sonte pyetjet e quizit i kemi bërë për Rita Orën, këngëtaren që është shndruar në një ndër këngëtarët më të suksesshme në tregun muzikor ndërkombëtar. Pyetjen që do t'ja u bëj, momentin që ja u bëj, ja u lexoj opsionet e përgjigjes. Edhe ka qikat, ka një. Kur do që përfundoj opsionin D, keni drejt me shtyp për me përgjigjen e saktë. Nëse e shtypni butonin para se mi lexu, përgjigjet nuk do të llogaritet. Kështu që keni kujdes në dëgjomni deri te përfundoj. Me vëmendje. Kjo vlen edhe për grupin e malit, se Kaltrina zakonisht shpjegimet i ka vesh për ata të vetë. Po ma ofër edhe unë pëlqen ana e djathtë kur kthejna që shto që është qikat ma besojnë, kështu që shkoj me pyetjen e parë, Robi. Hajde. Ma pas që. Si unë kun kur ndalje one gjatë quizit, që ndalje kam qesin për me më gjyku shikusit. S'më gudzoj sha. 4 opsionet e përgjigjes edhe e shtypni butonin. Mirë. Pyetja e parë. Në cilin qytet të Kosovës ka lindur Rita Ora? Nën A. Ja mi lexo opsionet. Nën A, Prishtinë, nën B, Gjakov, nën C, Prizren, nën D, Suarik. Prishtinë, përgjigja plotësisht e saktë, faleminderit shumë. Okej. Tani njihet në gjithë botën me mbiemrin Ora, por si është në të vërtetë mbiemri i saj? Prap dështuar. Nën A, Gashi, nën B, Saqiu, nën C, Krasniqi. A mja llogarit përgjigjen? Jo, nën D. Saqiu. A ju ndihmova? Ja. Faleminderit shumë. A pja u spjegoj në një? A du të mingu përgjigjet një? Përgjigjet me ndingu. Kurse ndëgjon Robin e ndëgjon Njerkën. Ndëgjoni me vëmendje. Rita Ora, po? A i pranut për Po, 2-0. Normal, me Kaltrinë jo. Me njëve. Qa bona? Tani njihet në gjithë botën me mbiemrin Ora. Por si është në të vërtetë mbiemri i saj? Kjo shkoj. Sahati. Okej, Rita Ora ka krijuar shumë këngë të cilat janë bërë hite ndërkombëtare, mos e shtyp, cila nga këngët nga titujt e mëposhtëm nuk është interpretuar nga Rita Ora. Nën A, Hot Right Now, nën B, Shine a Light dhe nën C, Body on Me. Nën D, I'm Good. I'm good. Përgjigja plotësisht e saktë. You're good. And You're good. Muzika. Pyetja e radhës për ndryshe I'm Good e ka interpretu Bebe Rexha. Rita Ora ka bërë disa bashkëpunime shumë të suksesshme me artistë të njohur ndërkombëtar, përfshirë Tini Tempa, Iggy Azalea e të tjerë. Por, pyetja për ju është, me cilin nga këngëtarët e mëposhtëm e këndon këngën e njohur Body on Me? Nën A, Tini Tempa, nën B, Dua Lipa, nën C, Chris Brown dhe nën D, Sam Feld. Chris Brown. Përgjigja plotësisht e saktë. Sëm kam jetë një të sështë. Mere moje. Okej. A përsheja ka marrë dorën të najt me mu dhe Robi, po dhe mjë të regu që shkopjojnë. A dëgjojmë një melodi edhe keni mundësi me qellu titullin e saj. E ndëgjojmë një melodi, momentin që e deni se cila këngë është, e shtypni butonin për me të regu titullin. A dëgjojmë është këngë Shqip. 3, 2... A keni din cila këngë? Poqe. është një super bërë. A ti japim 4 opsione. Okej. Hajde. Vetëm 5 minuta. Nuk është. Ma shumë. Nuk është. Nuk është as kjo. Dytë dimri. Jetën time. Jetën time. A mirë pju doke dhe në robi këto dhe Aleksandr Gjoka në pelujna. Okej. Cila ishte përgjigja? E treta. Ditë dimri, bravo, sa mirë për. Bravo, Robi. A shkoj me... Bravo, Robi, shumë po më pëlqen. Okej, hajde po shkoj me këngën e radhës, me melodinë e radhës. Na 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 na
Në bashkë. Në bashkë shkollore, moj mike. Ej, boshë. Një fillon Po që vazhdimin. kena mësuna para viteve. Fillon vazhdimin. Boshës, Kaltrina e dërgojnë bonga. Rap. Ma dim se para luftës në bashkë kemi mësu. Kushte shumë të vështira, si në bashkë, si Bile në moj men, bashkë. hajshim pat ligjonat. Këtu shkryshim, këtu hajshim, dhe me gnomate, vetisht. Okej. Kemi një barazim ferr Po, në ferr. smalit e ditë. Shkoj me këngën e fundit. Bam! Po. Ramadani via via. Ramadani via Ta thej via. gitarë. Oshtë në soshim. Cila? Alvin, Kur ta kthej gitarë. do ta thej gitarën. Përgjigja me të sa. Është tendenca për Ramadanin. Okej, hani. Mirë, e kemi këtë pjesën ku Kaltrina s'mundet me ndihmu. Hajde. Mirë, po E shajt qitash. lojnë me topa. Kemi po bëjmë gati për lojtë e radhës. Mirë, staza këtu, po duken po shkëlqejnë si qirin, dhënë rinunce e kalojnë për mes. Kush po e përfaqëson grupin e malit? Okej, hajde. Prej detit e kemi zënjën Myrvete, apo ja u spjegon pak Robi? Dea, Emini, Keka, do të na përfaqësoj brenda 60 sekondave kush vendos topa ma shumë në tas klasikës, duke filluar me 3-2-1, okej? A jena gati zënja Myrvete? Po shkojmë? provojmë. Afro, no? Shkojmë? Ha, Kaltrin, jo, Po box. mpengojnë, po Me taza, mpengojnë, me- po mpengojnë. Okej, shkojmë. 3-2-1. Hajde, Dea, bravo. Me konë si dia më kishë ardhë keq me mujt një zonjë, si zonjën Myrvete. Se kesh? Respekt. Jo, s'ka. Jo, qef. Ai, që. Vete. Që. Na që, u kry. Miro, barazë, miro, shko. Pa. Okej, mirë. Sportiste, s'ka. Bravo. Respekt për sportistët. 10 me 2, a? Prandaj edhe Dea e ndali pak intensitetin me respektu grupin e... Edhe i ke mujt edhe ke fol me ta. Shaj, faleminderit. Dhe jemi gati për të filluar dhe me lojën e radhës, apo atë me thonë diçka më përkëtësohu. E po mish fjalla për Kaltrin. Mishtemi dhe të Loja. Robit, kur jemi tek loja me qirin. Ka një përfaqësues do të pozicionohet tek këto pjesë, edhe mi shuk qirenjt, cili do përfaqësues ma shpejt që nuk dyshoj që deti ka me fitu, kam i marrë pikt. Kush për përfaqëson Po këtë vjet Jona rast për ditë? një? Hajde. Hajde, Orno. E fillojmë njëjtën kohë me 3-2-1, shumë mirë po bën që Kush e ka dikinjen, Robi? Jo, çifti ka vjen çifti. Çifti ka lënë, gjujmë pak benzin, ja Normal kohë minutës me një mini gjumje, Mi shuk krejt. me një frymë me mini Me gjumje. une nuk dyshoj që me një të fryme ka me ndodhë, Robi mundet me gjelozu, pasi dë A jemi shte. gati? A mund të shmullaku? Populirisht, pa tjetër. Po ju me zgjatë qafën di. Shkoj me 3-2-1? Po. 3-2-1. Vazhdo dhe fillimë keni drejt. Pejtujt. A ka drejta? Bravo! Deti. Pa. 4-4. Urime Pa, Deti. mirë, Diona pak mundësi me fitu, po nuk e diti që Ja, unë menova mundet me një- për herë dytë. Po. S'ka lidhje, mirë. Njëjtë na ndodhe dhe neve, Barazim. kështu që Kem nevojë për barazim. Vazhdojmë lojën e radhës me balona, apo? ka nevoj me barazim të prantës. Okej, hajde. Okej, kemi lojën e radhës me balona. Kush është prej anës tonë? Prej anës malit? Okej, hajde valza. 60 sekonda e kemi, me ndërtu një lloj kështjelle me tasë, me ndërkohë që baloni do të me qenë... Përfaqësues i detit është Albini. Okej, Albini e shpërthen ballonin sartë. Hajde, Albin. A shkoj me 3-2-1? A qështu do në me fillu më në shëtë? Qysh dush ti? Qysh e kema të jetë?
Kujdes se përballë ki një karatesë shumë të shquar, Jo, shfarë. një mjek, Qa kam bërë me këto veç me... me mat me një dorë, me tjetrën me kriju një kështjell. A jemi gati? Keni ndonjë pyetje? 3, 2, Jo. 3, 2, 1. Okej. mat Alvin, mat me një dorë. Ja, mos më ndihmoj që. Ti veç ndërtoj kështjellën. Unë e merrna me këtë pjesë. Ja, Kaltrin, mos të pra. Mos ju tregu. Kanë me nisë mësafir mos me na ardhë. Se që kjo Kaltrina gjithmonë të fitohon atë detit, o zot. Po vetë po shkoj me durë qamë. Urime 4-0. Bravo. Okej. Ti Fitues. deshte më të gjën të Shke me fo, një po, një. Moli, ajde moli se shumë. Ajde, shumë një për pak të bojna një atmosferë pikë për shkojnë tek mali. Alvena i dërkojnë pikë në mal. Jo. A je sigur? 4-0, unë jam sportës më me dhe. Mona kur Unë janë shumë keq. Ishte Alvini kundër Alvini dhe Kaltrina kundër Valzës. Bashkimi bëm fëshin. Okej. Mirë. Po bëjmë gati për lojën e radhës, se kemi një të fundit. Kry që kjo fitoni prap deti, e kemi lojën tjetër. Në shprejtë. Kjo është më i madh se mali, gjithë. Shpresa vdes e fundit. Bravo. Mirë, po vazhdojmë me lojën e fundit. Mirë, po paraprakisht e kemi edhe Dea Emini Keka, e cila para disa ditësh ka publikuar këngën e saj më të re që mban titullin Home, shtëpia. Dea, nëse kish pas mundësi, a i interpreton a capella, pa Me muzikë? shumë qef kisha pas dëshirë me janë dëgju Deas zonin. Po, Me kënë ke bashkëpunu në këtë projekt, paraprakisht, që mos mi... po. Kom bashkëpunu me një producent. Ajo është me priardhje i Greqis, po jeton në Londër. Okej. Edhe, po, e kemi bu këtë këngë, është kur të merë madhi për vendin tënd, po, është shumë këngë e mirë, është emocionale, e shifni edhe vetë. Keka, Hajde, për që sa vite mirësh me muzikë, sa këngë, sa klipe? Profesionalisht që 8 vite, Okej. do me thoni kam dikon 10 këngë, po mënoj 9 këngë që i kam lancu, tash këngën e 10 kom me bo në shtator. Mirë, a e dëgjojmë një refren? Pa mikrofon veç kështu, a? Mikrofonin e E ki? ke? A, po. Ne shkojmë, a capella. Ja nisi me refren, ma ndej Okej. strofën e farë. Qështë kishë që? There's no place like home and I know home is the place where dreams grow. There's no place like home and I know roads lead me there, it's the safest I know. Fluturoj prej dashnis për ty, zemra s'pranon, mos me t'pa me sy, qeli hapun, po menoj për ty, andra ndryqme, a thua andër ishe ti. Okej. Wow, faleminderit shumë. Faleminderit. Shpresoj që kam ju sjell fat në këtë lojë. Faleminderit. Zoni Do mrekullueshëm. t'jesh, Diona, do t'a përfaqësosh grupin që tash? Hajde. Kush po e përfaqëson Përvojmë të kampionja? Hajde, në zonja Mirvete, kimu pozicionu të që kjo pjesa dhe prej këto kimu mundu me Vesh pak mbush se- pakon e vezve, në këtë rast me Që? topa se Do më vezve. thonë të njëjtën kohë. Njëjtën kohë të dyat. E gjeta topin e shtypën, apo vini krejt bojmë tifo për... Gzim. Për zonjën qëre? Mirvete po bojnë atë tre tifos Topi bashku. shtypën. Rënë mes, për fat. Normal që s'shkon ky drejt, se është i shtypën. Qa me boj juve është, nuk është joni. Mirë, Diona, Hajde një qika po bojnë atë tifo. qika, po vini Se loja e fundit. 60 sekunda me vendosë sa ma shumë topa të kjo paleta A e një të veve. Alvinin që ata, humë sa gjithmonë e ka një arsytem. Alvin, ama jam qatë top se... Ja, bashkë. Se shumë jam përbas. Hajde një, kur në ne. Zemë vete se mbirë punk. 3, 2, 1. Ja, mali. Je, Robi, ka dale. Po du me të ndimu, qëre? Aha, Në me ty jam. ja. Jo me ty. Ja.
Jam tranut. Mos ja ulim Për neve. Qaja së gjeja që shka hi për mi. E, so, mira, Bravo. Mirë është. Miro. Edhe një more hullë? Edhe një? Ka dale, Robi, po i vjen keq, Robit. Si Katrina i numëron se... Okej, barazim, inshallah. të shumë sa i ka Në zgjedhjet e deti radhës Katrina 2, në 4, KSS. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, deti. A më kjo me numru 2, vota çka 3, bën? 4, 5, 7, 8. Po Okej. murrej qikat e malit. 10 me 10 po m'duket, ha? Po, valla, 10. Qyre 10, barazim, 10 dëshirova Ja, barazimin. Po, edhe me pik 6-6, që jemi tash loja e radhës është për kule, skleka. Hajde. Loja e radhës është, mi falenderu misaferët që ishin Faleminderit sot. shumë që ishit me ne. Emisionin Mala Ndet, e di se keni problem, na keni nderu me prezencë, na keni disponu. Po shpresoj që shihemi për të mira tjera herë, jemi në ndet edhe fitoni. Dojmë me dëgju një këngë, juve ju falenderojmë shumë, ju urojmë Apo do me pushime të këndshme. vëllëzuna një kam këtë. Një kam të zgjedhën. Ju me dëgju. Sigurisht, Këngë nëse edhe me është. shivës bashku. Faleminderit. Themi pas pak.
Erdhi koha t'i falendrojmë edhe sponsorët tjerë që mundësuan realizimin e emisionit Mal Andet e që janë miq besnik të ATV-s. Në të njëjtën kohë, ju ftoj të gjithë juve afarezëve të bëheni pjesë e jona. E nisim me kompaninë e jashtëzakonshme Dekor Tropikal. Faleminderit shumë për këtë studio të mrekullueshme. Kalojmë tek pastërtia dhe aroma. Dovdeo, më e mirë që e keni pasur ndonjëherë. Dovdeo është ndryshe. Është kujdes në sqetullash, mbrojtje që i ofron lëkurës, kujdesin më të mirë. Aroma e butë ju bën gjithmonë të ndjeheni të pastër. Jo, nga qipsa. Po Të e falenderu, s'ki fajtë të dhone. Po tu në apedin, kërë qysh bëhet. Anyways, gjithsesi du me falendru Vipa Chips që mbështet në fakt emisionin Mal Andet, gjithashtu një falendrim i veçantë edhe për Pri Bank. Ndërsa, nga do që të shkosh APR ju siguron asistencë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Prandaj, nisu shlirë me APR. Nisë është lirë me APR, e çdo të hënë, ne ju qojmë në për aventurat të ndryshme, kësaj radhe një adrenalin dhe sfid na vjen nga motoristi i garave të shumta në Kosovë, por jo vetëm. Së bashku me gazetaren Antea, eksploruan më gjerë këtë sport, rreziqet, të mirat dhe shumë të tjera. Ju ftoj ta ndjekim bashkë. A ju pëlqej? Mos u tutni. Sot rubrikën e aventurave ka me bo së bashku me Blerë Maliun në motor, kemi me provu adrenalinën e motorëve së bashku. A mund shumë të regu mas pari ku t'ka fillu dashnia për motor edhe kur? Moshtre? Po, moshtre, dikon afer 17 vjetë. Rastisht kom has me një motor u kon kështu i vogël. Pjatë herit mo s'kom met kur pa motor. A i ki trashëgëmi dashnin për motor? Kështu trashëgimi jo, përveç dajve që i kam pas motor. Ku im kon të daj që i kom pa motora që i kam pas dajt, trashëgimi jo. Apo më tregon sa është rrezik ky sport ekstrem, me thonë? Sporti, si sport, kështu është shumë sport i mirë. Me pas pajisjet e nevojshme dhe me pas pak disciplinë. Ja vlen më mirë me ta se nuk është i rrezikshëm, është ma shumë malore, edhe nuk ka zhvillim shpejtësie, edhe ma shumë sheh bukurie dhe nuk është rrezik. Ti ke marrë pjesë edhe në shumë gara të ndryshme, në shumë vende të botës. A më tregon sa është e vështirë, sa janë të vështira garat dhe a është rrezik? Me krahasu me Kosovë garat që ku marrë gara, këtu ku marrë afër 80 gara deri në 100, të përfshi Maqedoni dhe Shqipni. Në Evropë janë garat pak ma nivelit pak ma të lartë. Gara më e rëndë është njerë për njerë që këna marrë është në Austri në Zberg. Garë 4 orë për ndërprej, ajo ka qenë një garë e rëndë, kështu diçka e vështirë ose ekstrem, po mënoj kështu për është, amo e rrezikshme jo. Të e ma parasysh unë sa kom rreziku, të e cekë që i kom sfidu shumë majtë larta, këtë majtë në Kosovë, këtë majtë në Shqipni, edhe kom hi kamas. Asë njëherë nuk kom pas thymje, kom pas afer 100 titoj të përfshi vena dytë edhe të partë, shumicën të 10 katit të partë, vena në partë. Asë njëherë nuk kom pas thymje ose përveç lëndimet leta.
që i kanë kalu mrena një javës. Për fillim, mund më janis kushdos, nuk është edhe shumë, ama më janis sportit qysh e bojmë na, që bojmë marim pjesë e gara, është kosto shumë e lartë. Ama për fillim, mund më janis me një kosto pak ma, se edhe nuk hin shtigjet shtira, së kuna që na e dëmtojmë motorin, i dëmtojmë gomat, i dëmtojmë domon çdo sen kushton, se i sfidojmë terrenet, i sfidojmë projekt, i gjojmë domon sanat ma ekstreme ku na shkojna me sfidu që ato me kalu, na rrezikojmë edhe kosto është pak më e lartë se që duhet, po fort zotit kemi do sponsora ka pak na përkrojnë edhe shokët edhe ja dalën. Ti dashnina e ki shumë të madhe për motor vrejet prej rreziqeve nështë që i merë prej garave, a e kështë lon ajherë këtë sport për diçka, edhe për çka e kështë lon? Në mujtë me jetu pa motor? Se di, unë e kom pa jetën, që të e kom gjetë jetën, se di, edhe ne ka njerë thëmë, së kur jetëm ka pru që të ku jam, apo e kuptan. Nuk e ku mujtë me gjetë asë njerë, kom provu në 2017 kom nejtë një mujtë pa motor, po një mujtë kom nejtë, mu ka do kësa 2 vjetë që kom nejtë pa motor, dhe mund, mu ka do këtë ku gjë diçka interesant, apo e kuptan. Zakonisht dileve që fritzojmë, është drejtimi i duhur, apo të për mua, unë e kom gjetë vetën që to. Besoj që çdo sportist që e ka sportin e vetë, gjon vetën në sportin e vetë, ka dashnin e vetë dhe motivohet që atë. Jo krejt motorista gjithmona thoni që nuk është rrezik, e bëni shumë me kënaqësi, pse njerëzit e tjerë shumë friksohen për faktit me fuzit motor, fëmijët e tyne, prend? Fakti që par dje kom blem djallit një motor, ditën e parë nisi bab tha po kam frikë. Sot e lash të i gra, sot u knaq ke kejtë, domon vetë i vesh i shlemin vetë, domon çdo sen fillimi është shumë i rëndë. Sigurisht e këni provu edhe jo në një sport, dhe një sen fillimi ka qenë i rëndë, po masa nejtu ka pëlqy qash shumë që me shku apet me vazhdu. Edhe për ne, çdo herë na tërhek diçka me madhe, diçka me sfidu edhe qështu e kalojmë jetën. Nuk friksohesh për djalin e që dhe ja rekomandon që mu marrë. Me ndërënë unë me vetë dëshirën ja kom ble djallit, tash pretendojmë ja ble tjetërit, të prit një ja ble, edhe në të mirën fëmija me sport, më smirën me sene jo aktive që shpishat që janë telefonat, teknologjia, kanë me të pritojnë me livrit për venit. Apo më të regon për planet e tuja, qka ki planet të ardhme, na keme marrë pjesë tash kove të fundit na i garë, diçka të rëndësishme? Qëtash të kom para 2 javë kon i garë në Kamenic, kam zonë vendin e parë, unë kon edhe para 1 muje diçka në Peja dhe aty kam zonë vendin e parë. Janë edhe disa gara e ndorë në Kosovë, vitin tjetër do të aprovoj edhe një herë në Zberg, është hera e 3 që e provoj, dhe më njëna sfidu top 100-shën, po nëse nuk arrimi me bo bili top 50-shën, më në 2026 të natojnë, vetëm 3 do t'i motivoj thmijen për me arrit ma shumë, paske që une te aty është një aftë ku kom arrit. Po më të regon pak për motorat, qka dalojnë, qysh dalojnë, të garave janë specifike? Na që marrë me pjesë janë 2 lloj garave, është enduro edhe MX. MX është me full cross, endurot janë kategorijat me malore, domthon vështirë. Vështirë të marrë parasysh që terrenet janë ekstreme. Edhe mi sfidu ato dhe me zonë vendin e parë. Dallohen 2. Tana ka lloj gare tjera, që bëhen me atleta në qytet, bëhen garat për show, bëhen garat në dimnit mbyllta, supercross. Qështu mon garat e tona si niveli? Për në fund, apo donë me na dhoni mesazh për krejt ata që, edhe për ata që friksohen, edhe për ata që kanë dashni për motorin? Ju kësha thonë krejve edhe shumë kom motivu gjenë edhe kanë vëzit njerëz, shumë njerëz kom motivu, po menoj i kom thonë që mërë me këta dhe jenë marë, s'ka nevoj më tut, në fillim shkon pak më nga dalë, tajnosh pak më mirë edhe me gjitha ato që i ka shumë motorista në Kosovë, janë një afer, veç me krosa afer 1000 Moskovshin. Edhe mirën shumë, unë një shumë, edhe ka mirë me sport, pa marrë parasysha me krosa, me futbolla, me këtë sportet, se ja vlenë më mirë me sport.
Gjithë ajo adrenalin, gjithë ajo vozitje, gjithë ajo shpejtësi, se di, dorën në zamër... Reflektoja edhe tek ne adrenalina me motor. Dorën në zamër i frikzona shumë motorit, dyja njetë më ka ra me marë edhe rejnë, kështu. Motor? Po, në ullqen, një zhagitje, edhe veturën me pagu motorin, shku në pare të pushimit, plus që kemi qenë në atë ko shumë atri, rroga 200 euro. Ku, veç në barë, në autobus. Gjithsesi, a ki provu edhe ndonjëherë unë kom një adrenalin? përvoj me motor, njëherë dhe ju kur mo. Skuter, pak më i madh? Motor, ko gjaj i madh, nëse të kujtohet spoti i Rita Orës, videoklipi kur është gjeruar para sa vite fshaj një lajt, unë jem konë në dublazh të Rita Orës tek motorin shpejtësi. Ka pjesa vetërnikut? Ka pjesa obiliqit tani. Po, të pjesa obiliqit, ka qenë era e parë dhe fundit, se o konë po jom friksu edhe e para njëkosësht, se që nuk më pëlqenë motorat edhe po e bëjmë një thirrje prej këto me qenë se kemi mjaft shumë aksidente edhe ne si vozec shpeshe nuk dim që shme reagun disa raste, nuk është që i dina shumë regula tek pjesa me respektu një motorist në këtë rast në komunikacion, pra ndaj bëni kujdes sidomos jo që jeni me motora amon. Kemi të motorat edhe të videoklipi Shine a Light, je taku me Ritën? Me Rita Orën prej largë, kështu në distancë, o afer jo, s'kemi pas komunikim. Pyetja tjetër veç pak. A tullëm një interviste. Po, hajde, edhe të kujtohet gjatë gjirimit të newbornit të obelisku? Po. Blona Qereti, koncertin atje në shesh? A të kujtohet? Së më kujtohet. A të kujtohet? Jo. Po ruë qika, okej, mirë. Po, normal si dhja tjetës. Po, pikrisht ka qenë për 7 shtator për ditëlindje teme, që ata s'ko mujt as me arru si datë, se e pa ta shfrytzu ditëlindjen të me thonë në videoklip. Që kjo ka qenë hera parë dhe fundit, apo? Dhe fundit, po. Edhe hitë s'u pëlqen e s'kom qef me... E pas keni kujtim. Me shiu mo pjesën e shpejtësi, sidomos tek motorat, nuk më pëlqen. Diçka këtu të na asfalti pak si rëshetshëm, nuk pedia është pluni, bërlogu, loshi, diçka po ndonë. Diçka është, po në robi hala se kemi zbulu, po si dhe shtetë bëni shumë kujdes në komunikacion. Gjithsesi. Edhe këmësort, edhe krejt. Krejt, edhe kur jemi të këmësort. Qa jeni ju aty të zebrat, ato zebrat, nuk janë për sfilat, aty edhe me kalu, stutje, mësë më boskena aty, su në shoferi ri, rëp. Okej, mirë. Shaka. Shoferi ri, po i kujdes shumë. I ri, shumë i kujdes shumë. Kështu jetë dhe fundja, edhe një edicionit e emisionin Malandet, e nisëm bashkët jafë, shqyqër Zotit, shpresoj që shë nesëm kështu me këtë energji pozitive, edhe kemi me përfundu. Shjemi sërish nesër, në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Fandir shumë që e filluat të hënë, zbashku me Atëvën, me emisionin të uajnë Malandet, vazhdojmë tu që urojt kaloni një javë të palodhshme. Mbani distancën, kujdes. Mbani distancën, se Covid-i është një farë virusi, një farë kombinimi. Shihemi, ciao, mirë mbetshit. Upa! Thuaj të ngjatjeta, shtëpis tënde të re. Qëndresa e re, pjesë e Bau Holding.
rrugtimi yt, nisë së bashku me ne. Të mirëpresim. Sqetulla të përsosura nuk ka, të mbuluara, të hequra,